Sofrem po e shtrojna, ne dua po bojna, falje po kërkojna. Besimtar të nderuar, vëllezër e motra të nderuara, dëgjues të radios islame, ju urojmë ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, muaj i mirësisë, i bereqetit, i rahmetit dhe të gjitha begative të Allahut xhaleshanu. Stafi i radios islame ju dëshiron agjerim të lehtë dhe të pranueshëm të Allahu xhaleshanu. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju, mbi ne, familjet tuaja dhe tonat dhe mbi gjithë muslimanët kudo që ata gjenden. Ti e gëzon çdo musliman që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. Mirëser dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, ti e gëzon pleqetin, ti në zemrat vjen plotësi. Gjithashtu ky mesazh për cilët edhe për dëgjuesit tanë, të cilët na ndjekin dhe na dëgjojnë në TV Diaspora. Me shumë nderim dhe respekt, stafi drejtues i radios islame lut Allahun që të jeni në rahmetin dhe mbrojtjen e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne këtë muj Allahu i mbylltyr të xhenemit, ne këtë muj Allahu i mbylltyr të xhenemit, puno me Kur'an e kapju sunnetit, puno me Kur'an e kapju sunnetit.